Horoskopi ditor e shtunë 31 janar 2026. Dashi, dashuria e qetë dhe e bukur, beqarët me mundësi njohjesh, financat me surpriza jo të mira. Demi, çiftet në harmoni, beqarët tërheqës, financat do bësohen dhe shpenzimet. Binjakët, kërkohet më shumë tolerancë në çift, beqarët të fokusuar tek puna, financat stabil. Gaforja, partneri ofron mbështetje dhe pasion, beqarët të shpërqendruar, financat shumë të mira. Luani, dashuri pa probleme, beqarët mos bëjnë zgjedhje të gabuara, financat kërkojnë kujdes. Virgjëresha, probleme të vjetra në çift zgjidhen, beqarët me shanse pozitive, financat të brishta. Peshorja, atmosferë e tensionuar në çift, beqarët të reflektojnë, financat kërkojnë vendime të qeta. Akrepi, shpreja e ndjenjave përmirëson gjithçka, beqarët me fat, financat me shqetësime. Shigjetari, çiftet me fat dhe qetësi, beqarët me prioritete të tjera, financat varen nga organizimi. Bricjapi, çiftet me humor të keq dhe keq kuptime, beqarët me plane të tjera, financat të shmangin rrezikun. Ujori, kërkon mbrojtje të harmonisë në çift, beqarët me takime pa rezultat, financat kërkojnë masa strikte. Peshqit, gjithçka varet nga sjellja në çift, beqarët pa ndryshime, financat të favorizuara. Mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.